Klubi Shumë Sporteve Teuta organizoi këtë fundjavë në Durrës kampionatin amator të volejbollit mix. Eventi sportiv ku marrin pjesë 8 ekipe nga institucione shtetërore, UAMD dhe kompani private, po zhvillohet të shtunë në Pallatin e Sportit Ramazan Njala, ndërsa finalja do të kulmojë ditën e diel. Në ndeshjen e parë të këtij aktiviteti sportiv u përballën ekipi i Policisë së Shtetit me studentët e UAMD-s. Fitoria ishte synimi kryesor i dy skuadrave. Ne jemi pjesë nga Policia DVP Durrës. Synojmë që me këtë aktivizim edhe për brezat e ri të japim një mesazh të mirë për këta, për t'i afruar me sportin. Kemi marrë informacion në lidhje me këtë eveniment, jemi bërë prezente në lidhje me këtë eveniment dhe synojmë që kalim sa më mirë këtu për krijuar një atmosferë sportive për gjithë qytetin e Durrësit. Sot keni krijuar një ekip me studentë të UAMD-s, mos gaboj? Jeni përgatitur shumë? Kemi bërë, domethënë, përveç pjesës që edhe profesori jonë ke shkolla Landi ka patur edhe që nga bo servitje, kemi pasur edhe në seanca private që kemi bërë për qef tek në për ambientet ndryshme. Edhe synimi, fitoria besoj? Normale, nuk diskutohet. Ekipet pjesëmarrëse përbëhen nga 6 lojtarë meshkuj dhe femra. Qëllimi i eventit i parë i këtij lloji në Durrës synon jo vetëm orientimin e vëmendjes drejt aktivitetit sportiv, por edhe forcimin e frymës së bashkëpunimit mes institucioneve dhe bizneseve. Gjatë ditës sotme do të ketë ndeshje mes ekipeve pjesëmarrëse, në total janë 8 ekipe pjesëmarrëse. Ditën e nesërme pasojmë me finalen, ndërkohë do shpallet dhe skuadra fituese. Qëllimi i këtij aktiviteti për të promovuar sportin edhe me njerëzit të cilët nuk kanë të njëjtin aktivitet gjatë jetës së tyre të përditshme. Argëtimi përmes sportit forcon dhe më shumë marrëdhëniet ndërpersonale mes ekipeve dhe lojtarëve amator, gjë që u vore më së miri mes ekipeve pjesëmarrëse, ku pavarësisht rivalitetit, pozitiviteti ishte gjithçka që transmetohej në fushën e lojës.